Dhe si çdo ditë tjetër që kemi linja direkte dhe kronika nga korrespondentën ta nga qytetet që i kemi prezent atje, sot do ndalemi te qyteti i Kumanovës, ku në një linje direkte do na flet kolegu jon Fatlum Aqifi me drejtorin e shtëpisë së shëndetit në Kumanovë, Sedat Zulbeari, i cili do na flet për të rejat e fundit të kësaj shtëpie të shëndetit, si po funksionon dhe tani në sinën e vjesht është nëse ka ndonjë ndryshim ose jo. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi Fatlum. Shpresoj që të na dëgjoj. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga qyteti i bukur i Kumanovës, përshëndetje për ju në studio kolegë të nderuar, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit që në këto momente kanë zgjedhur programin tonë për ta ndjekur. Ne po paraqitemi sërish nga Kumanova, këtë herë jemi këtu në lokalet e ISHP shtëpisë së shëndetit në Kumanovë, ku do të kemi rastin të bisedojmë me drejtorin e këtij institucioni për të na njoftuar më hollësisht e më gjerësisht për të rejat e fundit të këtij institucioni shëndetësor. Këtu pranë kam drejtorin Sedat Zulbeari. Zoti drejtor, faleminderit që pranuat të ftesën tonë për të qenë mysafir i yni dhe i shikuesve tanë. A mund na njoftoni se si po rrjedhë procesi këtu, si po shkon puna këtu në institucionin që ju përfaqësoni? Po, sparit falenderoj për ftesën dhe kam nderin të jem mysafir i emisionit tuaj. Po, sa i përket shtëpisë së shëndetit në Kumanovë, funksionon mirë, duke ofruar shërbime cilësore për qytetarët e Kumanovës dhe rrethinës. Të gjitha repartet janë aktive dhe i kryen detyrat e tyre me përgjegjësi, ndërsa udhëheqësia ban punën vazhdimisht për përmirësimin e kushteve të punës. Tash një kohë jeni drejtor në këtë institucion, a mund na njoftoni se në çfarë gjendje gjetet këtë institucion? Po, unë më shumë se një vit më parë kam marrë postin e drejtorit të këtij institucioni, më saktësisht para 15 muajve. Normalisht se këtë institucion e kam gjetur në një gjendje ku kërkonte përmirësime si në aspektin infrastrukturor, por po ashtu edhe në aspektin organizativ. A mund na thoni se sa reparte numëron ky institucion dhe cilët janë ato pikërisht? Po, institucioni jonë ka disa reparte, për të cilëve po i numëroj, që është ndihma e shpejtë mjekësore, ambulante e natës, vizita shtëpiake, shërbimi i urgjencës stomatologjike, kemi vaksinimin shkollor dhe atë parashkollor, kemi mjekësinë e punës, kemi kontrollin sistematik, rendjeni i dhëmbëve, shërbimi stomatologjik për fëmijë deri në moshën 14 vjeçare, shërbimin e patronazhës polivalente si dhe laboratorin biokimik. Shërbimet që ofroni, sa është numri i qytetarëve që kërkojnë shërbime nga ju? Pavarësisht se dim se është komunë bagje e madhe. Po duke pas parasysh numrin e madh të shërbimeve që ofrojmë, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të qytetarëve që kërkojnë ndihmën të institucioni jonë. Ndër ato shërbime kemi vaksinim, kemi analiza biokimike të laboratorit, kemi vërtetime mjekësore të cilët i shfrytëzojnë qytetarët për punësime, kemi vërtetime për leje për armë, po ashtu japim edhe vërtetime për leje për patent shofer, si dhe shërbime stomatologjike. Të punësuar aktualisht të sorë keni në institucionin tuaj? Për momentin kemi afër 240 të punësuar, ku këtu përfshihet personeli mjekësor, infermier, staf teknik si dhe stafin administrativ. A i mbulon kjo kërkesë që me përjashtim të stafit mjekësor që për momentin kemi një mungesë, të tjerët i plotësojnë nevojat e. Prej se keni ardhur ju në këtë institucion, çka keni mundur të realizoni? Si në aspektin kadrovik, kemi fjalën këtu për punësime, për kështu? Gjithashtu edhe në aspektin sa i përket infrastrukturës. Cilat janë projektet e juaja që keni realizuar? Sa i përket punësimeve, ne kemi realizuar 32 punësime, me vendime pune. Në ato 32 punësime kemi pas mjek, kemi pas stomatolog, farmacist,
kemi punëtor higienik, kemi shofer edhe kemi staf sigurimi. Ndërsa sa i përket infrastrukturës kemi bërë rinovimin e ambulancës Tode Mendol, duke përfshirë aty afër 250 metër katror të katit Përlles. Po ashtu me këtë ambulancë kemi bërë edhe bekartonizimin e oborrit, ku kemi krijuar vende të reja parkingu si për stafin, po ashtu edhe për pacientët. Mos harroj ta cekje edhe kemi bërë rikonstruimin e kulmit në fshatin Mateç, pasi që ne kemi objekte edhe atje në komunën të Likovës. Domethënë është bërë në kohën e fundit me një bashkëpunim me komunën e Likovës, cilën kanë dhënë një donacion afër 250.000 denarë, ndërsa pjesën tjetër rreth 350.000 ne kemi mbuluar. Kur jemi të ambulanta Tode Mendol, sa është funksionale ai objekt? Çfarë raporte keni dërguar atje? Me çka mund të ofrojnë qytetarët atje? Atje për momentin do të ofrojmë vetëm se vaksinimin e fëmijëve shkollor dhe ato parashkollor, pasi që është i renovuar vetëm se kati Përlles, i cili e ceka më herët të pëthënë sipërfaqen, kurse katin e parë dhe të dytin të shohim në të ardhmen si do të rrjedhin punët. Atje rregullohet edhe e cekët edhe oborrin e shtruat. Cili është plani në obor? Përmendet në një intervistë më e parshme keni për raport edhe një rregullim e ndërtimin e një parkingu. Po, konkretisht për kemi bërë rregullimin e oborrit me qëllim që të bëhet të krijojmë disa vende parkingu për qytetarët, faktikisht për pacientët të cilët vinë, po ashtu edhe për stafin, sepse dihet se tash zakonisht udhtojnë me vetura të gjitha të, kështu që mos të krijohet ashtu është një problem i madh në atë pjesë parkingu, kështu që ne pak do të zbusim këtë situatë. Drejtor, dhe krejt për në fund, a mund në njoftoni se cilët janë planet për të ardhmen? E kam fjalën këtu për aspektin kadrovik, për punësinë a planifikoni, gjithashtu dhe aspektit infrastrukturor, çka parashitni të rinovoni, të rikonstruoni apo të ndërtoni? Po, për vitin e ardhshëm kemi planifikuar renovimet të disa objekteve të shtëpisë së shëndetit, të cilat gjenden në vende të ndryshme të qytetit. Këtë bëjmë me qëllim që të krijojmë qendra të reja për dhënien që të ofrojmë shërbime mjekësore gjatë natës, sepse qyteti ynë është shumë i madh, prandaj edhe mos të qytetarët të kenë sa më afër qendra për të ofruar shërbimet mjekësore. Sa i përket punësimeve, siç e ceka më lart, thash se kemi nevojë për mjek, do të mundohemi që të bëjmë edhe punësime për disa mjek në të ardhmen që të plotësojmë nevojat. Në cilët raporte do të jenë këto punësim? Këta për çfarë mjek do të thonë bëhet fjalë? Ne kemi nevojë më shumë për të ndihmë e shpejt, pasi që kemi disa lëvizje të disa mjekëve nga specialistë, të gjithë janë nga ndihma e shpejtë, edhe janë transferuar në spitalin e qytetit të Kumanovës. Prandaj atje kemi nevojë më tepër se do të na krijohet një zbrastje to. Në Paraforësisht për sa mjek keni nevojë? Po për tani mendoj se minimum një 5 mjek kemi nevojë për ta plotësuar minimumin, kështu që ndoshta edhe më tepër. Këto iniciativa synojnë të rrisin cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve për institucionin tonë. Prandaj këto i bëjmë që të kemi sa më shumë mjek kushte më të mira, po. Ofrojmë kushte më të mira për. Unë kaq kisha, por nëse keni harruar diçka për të pyetur, ju vlerësi mund të shtoni, nëse jo atëherë ju urojmë suksese. Faleminderit, unë vetëm se dua të ceki për kemi pasur në qershor kemi siguruar një autoambulancë për ndihmën e shpejtë, kështu që është zbutur situata jashtëzakonisht shumë me këtë sigurim të kësaj autoambulance. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj edhe një herë për ftesën. Faleminderit. Atëherë, shikues të nderuar, ishte kjo biseda me drejtorin e shtëpisë së shëndetit në Kumanova, zotëri
Sedat Zilveari, të cilin e falenderojmë që gjeti kohë për të na njoftuar ne, por sigurisht edhe juve shikues të nderuar dhe gjithë qytetarët e rajonit tonë me të rejat e fundit sa i përket këtij institucioni shëndetësor. Neve ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë qaste të këndshme me programin në vazhdim. Faleminderit fatlum shumë, falenderojmë gjithashtu edhe drejtorin Sedat Zylbeari nga shtëpia e shëndetit Kumanov që na dha të gjitha informacionet që nuk i kishim dëgjuar kohë më parë për këtë institucion shëndetësor të rëndësishëm për gjithë qytetarët e Kumanovës.